Të dashur flasim pak për këtë rikthimin në armë të opozitës, sigurisht me shumë thonjza kjo historia e armëve, rikthehet në protestë opozita, miq të dashur, do të fillojë nga dita e sotme çfarë lloj proteste dhe si do të protestojë ajo, do e zbulojmë në këtë moment, mbase do të shtrojmë edhe pyetjen se si duhet të jetë kjo protestë. Bar Spajin kam në studio, mirëmëngjes zoti Spajin, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Por na duhet edhe një këndvështrim ndoshta paksa më jashtë rradhëve të opozitës, ndaj Eldar Dedën kemi besnisur në këtë mëngjes, i cili na është bashkuar. Mirëmëngjes Deda, mirë se erdhët. Çështja është, zoti Spajia, ka një presion shumë të madh ndaj jush këtë herë, ndryshe nga herët e tjera. Nëse dikur mjaftonte që të dilnit në protest, këtë herë me sa duket nuk është më mjaftueshme. A e keni faktorizuar këtë dhe a ka mbërritur tek ju ky reagim kaq i madh qytetarë që po ju kërkojnë diçka tjetër, diçka më specifike? Sigurisht është më së e vërtet kërkesa e vazhdueshme e popullit opozitar, le të themi, për të manifestuar në mënyrë dinamike nëpërmjet protestave. Për hir të vërtetës që pas zgjedhjeve të grabitura, zgjedhjeve të vjedhura të 11 majit, kjo ka qenë një kërkesë konstante jo vetëm e strukturave tona, por e gjithë atyre që e shohin tashmë shtetin shqiptar të kapur nga mafia, nga korrupsioni, nga krimi organizuar dhe nuk gjejnë një mënyrë tjetër për të siguruar rotacionin politik, pasi edhe në tek zgjedhjet e lira dhe të neshëm ka humbur plotësisht besimin mbas asaj që pamë edhe me 11 maj. Në këtë kontekst, gjatë gjithë këtyre muajve, ne jemi përballë me këtë kërkesë të vazhdueshme të opozitarëve për të protestuar në mënyrë dinamike për shumë e shumë arsye. Dinamike është politikisht korrekte në nivelet panjohura. Në kuptimin për cjell forcën e një populli të tërë që kërkon ndryshimin me çdo kusht. Dhe ka forma të ndryshme, proteste, gjithmonë brenda kontureve të protestës lishme, okay, po themi kështu, por për të bërë të ndihet zëri i opozitarëve, i cili tashmë është dukshëm dominues në skenën publike shqiptare, le të themi. Siç e kemi thënë edhe vazhdimisht gjatë atyre muajve, ka pas një arsye për cilën kemi vonu për hir të vërtetës të rrinë një proteste, dhe ajo ka qenë pritja e daljes së raportit përfundimtar të OSBE-ODIE-it, e cila, siç edhe keni pas mundësinë ta shikoni, faktoi komplet ato akuza dhe le të themi dokumentoi gjetjet e Partisë Demokratike gjatë procesit zgjedhor të 11 majit. Përfshirjen e shtetit të bërë një me partinë politike në pushtet, përdorimin e aseteve publike në fushat, kërcënimin e administratës dhe përdorimin e administratës, përdorimin e krimit organizuar fuqishëm në fushat, gjithë ato elementë që edhe përdorimin e parave të pista trafiqeve të ndryshme, po nga krimi organizuar i bërë një me shtetin. Janë shumë e shumë aspekte të cilat kapja e mediave e tjerë, të cilat, siç u tha dhe në raportin, vetëm për zgjedhje nuk bëhet fjalë. Vetëm për zgjedhje nuk bëhet fjalë. Në këtë kontekst, mendoj që është momenti i duhur tani të thirrret. Ja dha dhe një shans mazhorancës në këtë një muaj e gjysmë për të parë nëse mund të bënte parlamentarizëm. Patjetër, se doja të dilja pikërisht edhe te kjo. Nuk janë vetëm këto arsyete që lidhen direkt me zgjedhjet e 11 majit, kuptohet edhe gjatë tyre pak muajve ka pas zhvillime të tmerrshme, le të themi, në skenën politike shqiptare, politike dhe publike. Mjafton të përmendim këtu skandalet e njëpasnjeshme madhore të korrupsionit, ku ministra dhe zëvendësit e kryeministrit. Jo, zoti Spaja, ma lejoni këtu si insert shifrash. E përmendin shpesh qytetarët afera më e rëndë në kohën e Partisë Demokratike në pushtet ishte 7% që i 700.000 eurove. Edhe ajo as pak e vërtet, por ishte një sajes. Le ta bëjmë kështu shifër për shifër, kokë për kokë, kur i thonë. Se tjetër gjë që gjykata kushtetuese vendosi në favor të ASOKO Ilir Metës aleat në bashkëqeverisje. Po, edhe si shifër,
Kaq janë niveleve as drejtorësh për mazhorancën. Tani më mos kanë çik më shumë lekë se ç'duhet për tani më me të mazhorancën dhe me modelin që kanë sjell në skenën publike dhe menaxhimin e paras publike, duken thërrime gjitha këto. Tani më jemi mësuar të dëgjojmë afera korruptive që nga drejtorët më të vegjël. Dhe deri tek ajo që është më rëndësishme, përfshirjen e kryeministrit Rama në aferat e mëdha korruptive. Këtu nuk po flasim, e thash edhe pak më përpara. Janë ministra dhe zëvendës kryeministra, por në të vërtetë në çdo aferë të madhe korruptive të këtij vendi, të cilat nuk janë as pak të rralla, është i përfshirë direkt kryeministri Rama. Dhe përveç kësaj, këtyre aferave të bëra publike dhe sfundmit tani më, ka arsye të tjera plot, dhe një ndër to, dhe mjaft e rëndësishme, është edhe praktikisht eliminimi i fjalës së lirë të opozitës. Dhe ku? Pa keni vendosur që boll është boll? Absolutisht, absolutisht. Ne ju besoj keni qenë edhe dëshmitar të faktit që në 10 seanca parlamentare, vetëm në një seancë kemi arritë të flasim apo të diskutojmë për çështje të rëndësishme që shqetësojnë opinionin publik apo zgjedhësit tanë. Në 9 seancat e tjera ka qenë absolutisht e pamundur të dëgjohet sadopak zëri i opozitës dhe e gjitha është vendosur me forcën e kartonit në një mënyrë krejtësisht antidemokratike, në një mënyrë krejtësisht jo institucionale, ka pas një tendencë dhe një besoj un projekt të mirë menduar për të eliminu fjalën e lirë të opozitës dhe automatikisht pastaj edhe në shkatrimin e parlamentarizmit shqiptar. Nuk di të ketë funksion tjetër parlamenti shqiptar përveç se të dëgjoj fjalën e përfaqësuesve të popullit apo të ushtroj kompetencat e veta në legislative në qoftë në mbikëqyrjen e institucioneve kushtetuese, të tjera kushtetuese, përfshi këtu edhe kontrollin mbi ekzekutivin, qeverin, të gjitha këto armë që kushtetuta ja një pushtetit legislativ, parlamentit pra, janë asgjësuar nga mazhoranca aktuale. Ju rikujtoj këtu që çdo nisëm e opozitës shqiptare, Partisë Demokratike, për të ngritë qoftë komisione hetimore, që është një drejt kushtetuese të cilën nuk mund t'ja heq mazhoranca në asnjë lloj forme opozitës. As me votim. Nuk është as me votim. Është parashikuar në kushtetut. Mazhoranca thjesht mund të akorsojë datat e ngritjes së këtyre komisione, por në asnjë moment nuk mund të heq drejtën e kërkesës për të ngritur komisione hetimore. Me forcën e kartonëve janë rrëzuar të gjitha kërkesat e opozitës për të siguruar interpelanca parlamentare me përfaqësues të qeverisë. Me forcën e kartonëve gjithashtu është heqë drejta e opozitës për të kërku mocion me debat, siç kemi pas. Për çështje edhe të rëndësishme me një interes të gjerë publik, siç ka qenë për shembull problematikat e gjetjes kontrollit të lartë të shtetit për spitalin onkologjik, që ka ishte një temë e cila do duhet gjetur dakordsinë. Do e rregullojnë tani. Na premtoi që do e rregullojë, do ketë cica falas për të gjithë. Ajo ishte pastaj një tjetër absurditet, por nëse ato që nuk gjejnë forcën të ndihen pjesë dhe të kërkojnë edhe ato apo të bëhen bashkë në kërkesën për të pas një mocion me debat me Ministrin e Shëndetësisë si institucion në radhë parë, pastaj edhe si përfaqësues. Nëse me aq herë sa i ndron Rama ministrat nuk e kanë idenë se ç'ndodh nëpër dikasteret e tyre. Shiko, është biem qaftë. Është akoma do thoja e pafalshme, madje e turpshme që në çdo ndrrim ministrash vijnë me po të njëjtat premtime që në vitin 2013 dhe fatkeqësisht shohim që asgjë nuk ndryshon, situata përkundrazi në pjesën dërmuese vazhdon të degradojë edhe me keq se po kaloj koha pa administrim degradon vetvetive. Absolutisht. Këto janë problematika që me të cilat është ngrit edhe kauza e thirrjes së kësaj proteste, do të thotë disa prej tyre. Megjithatë, deri a mjafton kjo apo brenda kësaj Partia Demokratike është në një presion ndoshta edhe të pamerituar nga publiku apo të merituar? Faktikisht edhe vetë Partia Demokratike, por edhe shoqëria duhet ta kuptoj rëndësinë dhe peshën që ka
kjo forcë politike duke qenë lokomotiva e opozitarizmit në Shqipëri në këndvështrimin e asaj çfarë unë konsideroj dhe e kam rishkruar edhe në artikuj si siguresa e vetme që po mban loj pluralizmin politik, demokracinë përballë ose përballë skicimit të autokracisë në vend. Flave, nuk duhet harrojmë që në shoqërinë shqiptare ka shumë aktor apo grupe që janë në opozit me këtë mazherancë absolute, por janë të pafuqishëm për të mbajtur loj rregullat e demokracisë dhe sistemit pluralist. Edhe nëse e kanë si qëllim në vetvete luftën ndaj kësaj mazherance ose kësaj autokracie, janë të panevojshëm ose janë të pafuqishëm për ta bërë këtë gjë. E vetmja forcë politike, i vetmja strukturë që mund t'i dalë ballë ose ka krijuar një llogore, aq sa ka krijuar në mënyrë ndoshta më të keqe të mundshme, nuk po them se e ka bërë në mënyrën më të mirë, por aq sa e ka bërë, por ruan të paktën deri në kushtet që flasim, nivelin e pluralizmit dhe rregullat e lojës bazike, sepse pa diskutim ky sistem i mazherancës ka arritur ta dobësoj nivelin e demokracisë në vend, por po e mban lojë. Dhe kjo është një nga fuqitë më të mëdha. Më thuni po të bëj një pyetje retorike. Tu ke universitete private, ke për shembull Universitetet e Ekonomisë Shtetit. Nuk ka bërë një konferencë shkencore për modelin ose rrugën se si duhet ndjeki ekonomia shqiptare. Po cili është modeli ekonomik i Shqipërisë? Ne këtu e kemi bazuar në gjithçka mbi PPP dhe kongjesione, këtu s'ka prodhim. Por të bëhet një sqarim për opinionin publik si intelektual. Grupet e intelektualëve, ku ke zërat kundër? Ku ke shoqatat? Kundër s'është e thënë, por në kritik tek këtu. Në kundër flas politikave që ndje. Ku ke shoqatat, shoqërinë civile, mediat? Janë 2-3 media në Shqipëri që po bëjnë një tentativë për të rezistuar kësaj autokraci. Pra të gjithë sistemi që mund vente në kontroll këtë kryeministër të sistem të kësaj autokracie është rrëzuar. Siguresa e vetme është Partia Demokratike. Të gjithë zërat alternativ në këtë shoqëri, gjithë zërat alternativ që vinë dhe e kundërshtojnë sistemin që kanë ngritur prej 12 vitesh, kjo qeverisje vin nga kjo forcë politike. A e bën ky fakt Partinë Demokratike imun ndaj kritikave, se sigurisht ajo ha nga që ofron shumë demokraci, do ha edhe gjithë kritikat e demokracisë. Partia Demokratike është se duket sikur ka një lehtësi për ta kundërshtuar PD-n çdo hap. Sepse dëgjoj, kur je në sistemi opozitar dhe opozitarizmi i gjatë, pa diskutim të vën në grykën e topit. Por ne mos harrojmë, ti ke Serbinë, ke Turqinë. Serbia është vendi i Ivo Andrićit. Turqia ke vendin e nobelistit Orhan Pamuk. Pra kanë prodhuar Nobela dhe janë nënshtruar autokracisë. Sepse sistemi i gjatë në pushtet ti ul flukset e kundërshtimit, tani që duket sikur do ndryshonte diçka me kryetarin e Bashkisë Stambollit. Po se arrestuan. Po pa diskutim se autokracia ti squll të gjitha instrumentat që mund ta kundërshtosh këtë qeveri. Prandaj shoqëria duhet ta kuptojë, qytetarët shqiptar duhet ta kuptojnë dhe Partia Demokratike veçanërisht duhet ta kuptojë dhe ajo e para dhe ti mshoj shumë fort këtij rolit të saj në shoqëri, që është e vetmja barikad që po i bën skicimit të plot ose skicimit drejt përfundimit skenarit plot për instaluar në mënyrë përfundimtare autokracinë në vend. Nuk flitet më pastaj për vjedhje. Nuk do flitet për vjedhje. Jo, pastaj e ka pronë vetën ai. Do fillohet ai e ka shndruar në sistem prone sepse të gjithë ministrat, njerëzit që vinë kanë fytyrën e tij. Në botë kuptim, mënyrën se si sillin, mënyrën se si. Pra nuk flitet më. Disa qytetarë quajnë diella gjithë ministrat. Po pse dëgjoj. Ju e shihni raportin që ka me pushtetet. Doktori tha pak më lart, tha që jeta parlamentare këtu ka rënë. Pa diskutim që nuk flitet më, sepse cila është instrumenti ndorë që ka opozitarizmi ose opozita në parlament. Është komisionet hetimore. Ai komisionet hetimore me fuqinë e kartoneve ai ti neutralizon. Po nuk ti pranon fare. Pra s'ku më thuj çfarë mekanizmi ka. Po do të shkoje pa diskutim që do shkoje tek rruga. Por do shkoje tek rruga si alternativë atë që po vepron Partia Demokratike dhe unë jam shumë në kuptimin vjen shumë mirë që po shkon drejt një krijimi të një alternative në bashkëpunim me qytetarët dhe me grupet e interesit caktuar për të krijuar aleat
Ka grupe dhe interesi pa diskutim. Janë grupe që nuk bin dakord me Partinë Demokratike, me mënyrën se si organizohet Partia Demokratike. Pa ama janë llogore me këtë qeverisë. Le të bashkohen. Kjo është pluralizmi i ideve, i mendimit, i kritikës ndaj një qeverie. Dhe Partia Demokratike po jep shansin, mundësinë që të gjithë këta njerëz të bashkohen në thirrjet për ndryshim të kësaj qeverie. Në interes të qytetarëve shqiptar, në interes të grupeve të tyre të interesit. Prandaj po jep një impuls, jo vetëm mbajtjes në lojë të rregullave të demokracisë, por po jep një impuls edhe shoqërisë për të reaguar. Po të ripërsëris pyetjen që i bëra zotit Spajes, si duhet sot na paraqitet opozita në orën 18 të kryeministrit? Unë mendoj që opozita nuk ka asnjë rrugë tjetër, ky është mendimi im personal, përveç se të shfaqet si alternativë konstruktive. Pra, si alternativë që denoncon, sqaron, kritikon, jep mundësi edhe aktorëve të tjerë, jep mundësi edhe aktorëve të tjerë, sepse duhet të kuptojmë, ne jemi në një marrëdhënie gjeopolitike. Ne nuk mund ta shohim veten jashtë kësaj marrëdhënie gjeopolitike. Ne nuk mund të tentojmë të krijojmë një rrym ose të kapim edhe qytetarët duhet të jenë vetëdijshëm, nuk rrezohet me dhunë ky individ. Ky rrezohet duke i bindur qytetarët, duke i dhënë kurajë qytetarët që të votojnë dhe të mbrojnë votën e tyre, po instrumentat i ka Partia Demokratike për ta mbrojtur votën e tyre. Problemi është që qytetarët i shmangën kërcënimin, salati më i madh i kësaj qeverie dhe duhet ta kuptojnë, është varfëria. Ju keni parë reforma, 12 vite reforma, këtu s'ka reforma, po ka aksione, po i shesin si reforma, por qytetarët janë në fundit në llogarinë e tyre janë të njëjtët. Si madje për 12 vitesh janë vetëm varfëruar. Dhe alati më i madh i kësaj qeverie është varfëria. Dhe Partia Demokratike ka nevojë për të propozuar alternativën e vet. Është pak e majt kjo, ndodh gjithmonë kur e majta. Jo, problemi nuk është ndërkombëtare. Nuk po futem se këto nuk kanë lidhje me ideologjinë. Jo, mund duket, nëse shoj formulën është klasikisht, sepse nëse ne i bëjmë lidhje me ideologjinë, do t'ju japim identitet, ata nuk kanë identitet. Fatkeqësisht kjo qeverisje nuk ka identitet. Nëse ka një problem shumë të madh përveç hajrutllëkut dhe jetës që i kanë nxjerrë qytetarëve, është mungesa e identitetit. Se di pse mua më kujtoa edhe po citoj Margaret Thatcher këtu që sa janë pushtet aq shumë i duan të varfrit sa e shtojnë numrin. Po mirë, dakord, jam plotësisht dakord, kjo klishe, por flas në raport me këtë lloj mazhan, sepse një qeverisje e majtë nuk mund ndërtojë gjithë sistemin ekonomik të tyre në PPP dhe koncesionet. Unë pash pak a shumë komisionet në raport me projektet e buxhetit. Centralizim ekonomie është një gjë më e madhe. Të gjitha luani i buxhetit shtetit shkon te PPP dhe koncesionet. E kupton Flavio se si ka mundësi të marrim ekonominë dhe të marrim bizneset e mëdha me lekë të taksapaguesve. Ne duhet ndërtojmë ekonominë tek prodhimi, sepse prodhimi e çliron dhe vendin nga oligarkia, rrit dhe nivelin e demokracisë. Prandaj Partia Demokratike, demokracisë lokale dhe asaj qendrore, mbron institucionet, krijon mbrojtjen e pavarësisë së institucioneve. Pikërisht, po vjen dakord se me ky model ekonomik dhe Partia Demokratike ka nevojë që të godasi aty ku është thembra e kilit. Dhe impotenca e këtij kryeministri është pikërisht tek ekonomia. Këtu e ka impotencën. Ky prandaj është shumë i dobët po ta shohësh. Është mënyra se si e trajtojnë mediat, sepse një ekonomi që ndërtohet mbi koncesionit dhe mbi PPP-t është një ekonomi që i vjedh qytetarit lekët. Prandaj këtu ka nevojë që qytetarët ta kuptojnë rëndësinë e tyre në këtë shoqëri dhe të kuptojnë si po vjedhen dhe si po grabiten dhe si është do të jetë mënyra për t'i mbrojtur ato. Prandaj e ka detyrë opozita për të artikuluar në tillë formë për të ndërtuar vërtet një alternativë. Dhe mos u merrni se e kam dëgjuar shumë kritikën e madhe, jo të njëjtit njerëz, jo të njëjtit të. Jo ky, jo ai, sepse e banalizojnë me tentativën për ta qëllimisht për ta ulur alternativën e Partisë Demokratike. Tani më gjeni mua, për shembull, për i referohem kryetarit Partisë Demokratike, cili do që e ka shqyrë barkun e PD-s dhe është hedhur për te vijës, pra ka dalë nën e kundër, dhe gjithë kritikën e tij e ndërton tek Salibri. Më gjeni një aktor sot ku do merr një shoqëri që ka prodhuar rezistencë dhe po vazhdon të prodhojë rezistencë më shumë se sa ky dhe ka mjetet për ta bërë këtë gjë. Cili nga këto? Le të flasim, të jemi realist me këtë gjë. Kush i ka mjetet për ta bërë këtë rezistencë sot kushtet që flasim? Unë, ti, kush do që jemi? Ata që ishin, që hikën, e grisën, i futën bajonetën barkut, kalun. Nuk mund goditet PD-ja në emër të luftës ndaj një individi. Partia Demokratike nuk është partia një individi, është partia 550.000 njerëzve, të cilët po mbajnë lojë llogore ndaj autokracisë. Janë 550.000 votues në gjithë Republikën e Shqipërisë, të cilët kanë dhe janë në kundërshtim flagrant drejt për drejt me këtë mazhorancë socialiste.
Dhe këta janë opozita Shqipërisë. Ky është mentaliteti i opozitës. Nuk janë 2, 3, 4 individ që e prodhojnë të gjithë dinamikën e tyre retorikës ndaj një individi. Pse këtu kemi ngelur ne? Spaja? Jo, është vërtet, për hir të vërtetës, të gjitha sulmet ndaj opozitarizmit dhe opozitës janë besoj të menduara dhe të pilotuara nga pushteti dhe kjo është më së e qartë. Shiko, mjafton të shohësh edhe rezultatin e zgjedhjeve qoftë edhe këtyre të pjesshme të fundit për të kuptuar që nuk është më çështje këtu partish apo mënyrës të bërit opozit apo individesh, është një çështje e cila për fat të keq duhet të parë në thelbin e vet. Me Edi Ramën dhe me këtë mazhorancë nuk mund të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe ky është fakt. Është provu, kemi pa parti të reja, parti të cilat nuk mbanin ndoshta edhe barrën e partive të mëdha, siç është Partia Demokratike, por prapë rezultati ishte krejtësisht zhgënjës në zgjedhjet paktën të fundit të 11 majit. Dhe kjo është shumë domethënë se kjo tregon që nuk ka më rëndësi kush është fytyra apo kush është individi apo kush është partia. Këtu dominon partia shtet e cila kontrollon plotësisht edhe procesin zgjedhor. Unë jam dakord plotësisht me faktin që këtu nuk bëhet më fjalë as për ideologji, as për zgjedhje vizionit ekonomik. Këtu është e qartë që e gjithë ekonomia shqiptare është e bazuar kryesisht tek droga dhe trafiku i drogës apo edhe kultivimi i kanabisit. Investimet shikohen qartë tashmë, ngritja e kullave në çdo cep të Tiranës, madje do të vazhdojë edhe në qytete të tjera të Shqipërisë. Me para prejardhja e të cilave është krejtësisht e paqartë dhe me shumë probabilitet gjitha faktet çojnë aty janë para të pastrimit të parave të pistat të trafiqeve të ndryshme të drogës, bën të kuptosh që është mos e vërtet ajo shprehja që ne po jetojmë sot në një narkoshtet. Lidhjet janë të qarta të personazheve kryesor të trafikut të drogës dhe të krimit organizuar me kryeministrin Rama direkt, po faktohet jo vetëm nga gazetaria investigative shqiptare dhe e huaj, zërat dhe emrat më autoritar në këtë fushë e kanë thënë qartë tashmë lidhjen dhe simbiozën midis qeverisë shqiptare, kreut të saj Edi Rama me personazhet e trafikut drogës. I pret ndonjëherë në zyrë pa dashje, pas gjë serioze. Po patjetër, dhe pastaj nuk rakordojnë as shpjegimet dhe justifikimet e tija me këto personazhe. Denocimet forta ka pas edhe nga autoritetet madhore, maksimale të luftës kundra krimit organizuar dhe mafjes, siç është Nikola Grateri, kryeprokurori antimafjes i Napolit, autoriteti më i madh në luftën kundër mafjas dhe krimit organizuar, i cili nuk flet vetëm për mafjen në territorin italian, përkundazi është një njohës i mirë i mafjas dhe i krimit organizuar në të gjithë botën, le të themi, me lidhjet e faktuara tashmë të krimit organizuar nga Shqipëria, Europa dhe Amerika Latine, ka folë më qartazi nuk mund të fliste, e konsideroj patjetër Shqipërinë një narkoshtet, madje edhe më shumë, foli qartazi për lidhjet e trafikantëve ndërkombëtar të drogës me drejtuesit e qeverisë shqiptare dhe me kryeministrin Rama. Unë nuk di çfarë duhet të thotë dikush më shumë për ta faktuar dhe për të dakordsuar faktin që për të dorëzuar para faktit. Për të dorëzuar para faktit që ne jetojmë në një narkoshtet. Dhe kjo nuk kam asnjë diskutim. Dhe mbi këtë narkoshtet, mbi këtë le të themi burim, mbi këtë lum parash është e bazuar edhe ekonomia shqiptare. Pastaj, padyshim, kemi ato, le të themi, shpërndarjen e parave të buxhetit shqiptar, që është një tjetër turp i madh dhe një akt kriminal do thosha unë. Çfarë ato nuk do të diskutojmë në kuvë.
As atë nuk kemi mundësinë dhe rastin ta diskutojmë në kuvend apo qoftë në për komisione ku ne Ramës është që diskutohet buxheti për Eldar. Nuk diskutohet programi i qeverisë, nuk diskutohet buxheti. Ministrat nuk vinë në shumicën dërmuese të rasteve dhe kur thirren në komisionet parlamentare që kanë një tjetër detyrim. Por në modelin e kryeministrit dhe të liderit tyre, i cili nuk ka shfaq që ditën e parë dytë të fillimit të mbledhjeve të parlamentit, nuk është shfaq më asnjëherë vetëm në parlament. Është një mënyrë për të ullë e ka bërë me koncesion dhe dalje në parlament. Eksakt. Por këto koncesione, mos harrojmë, janë vrastare për jo vetëm për ekonominë, por edhe për qytetarët shqiptarë. Një fakt për t'ju përmbledh ishte që edhe në projekt buxhetin për vitin 2026, pesha e koncesioneve, parave që shkojnë për koncesionet, është pak a shumë e njëjtë me peshën e investimeve të Ministrisë së Shëndetësisë në të gjithë qendrat dhe spitalet më shumë se 1 miliard euro e Shqipërisë. Pra është një qartë, një skemë e cila parashikon që shumica dërmuese e buxhetit të shtetit të shkojë tek xhepat e ta nxjerrim nga arka, ta hedhim te xhepat. Një grushti njerëzish, disa oligarkë. Eldar kishte një replik? Replik jo, do e shtoja. Ajo çfarë po të shohësh teknika që bën kjo mazherancë me mjetet e tyre të propagandës dhe pa diskutim edhe me aktor që kanë dalë nga opozita është për ta detyruar Partinë Demokratike, por edhe gjithë instrumentin e madh saj për të shkuar në ekstrem, pra për ta tërhequr litarin sa më shumë drejt ekstremit. Ky akt që po bën Partia Demokratike dhe duke u referuar edhe një deklaratë e zotit Berisha që bëri në Facebook, pra do krijoj një agor mendimi, pra një foltore ku zërat do të ishte pyetja në fakt. Kjo është pjesa që është pritur më mirë nga qytetarët. Zërat, po pa diskutim se qytetarët nuk e pranojnë logjikën e ekstremit se e dinë në raport me mazherancën, me një sistem që ne e konsiderojmë autokratik, tashmë je i humbur. Problemi qëndron që ata kërkojnë pikrisht mbajtjen lojit të kësaj sigurese dhe kërkojnë një alternativë që i detyron qytetarët të bashkohen me anë të jo duke i rikthyer shpresën, se shpresa është koncept krejtësisht i gabuar, por duke i rikthyer guximin. Se qytetarët nuk kanë guxim. Sepse ne kërkojmë pse nuk ngrihen populli, pse nuk ngrihen njerëzit, pse nuk ngrihen, është një pyetje që e bëjnë këta kryesisht të analistat e marrë. Po si mund të ngrihet populli kur këtu duke i referuar të gjitha statistika, madje edhe Instatit, këtu mbi 48% e njerëzve nuk kanë çfarë të hajnë. Pra nuk mbyllin dot muajin. Si mund ngrihet? Kush e ka instrumentin nga qytetarët për të ngritur dhe për t'i dalë ballë kësaj? Ju e pat raportin si ishin me zgjedhjet e peshme që ndodhi. Qytetarët vetëm administrata publike doli sepse janë nën kërcënimin e pagës. Këtu dhe janë krejtësisht të zënë kurth qytetarët. Këtu ke sistem lokal, pushtet lokal, pushtet qendror dhe pushtet ekonomik, pushtet krim organizuar, po e le ta imagjinojmë sikur nuk ekziston. I cili është shumë i fuqishëm se është bashkë me sistemin ekonomik. Dhe këtu kush do guxojë të dalë? Ku janë punësur këta njerëz? Në qoftë se nuk janë shtet, do jenë privat. Dhe ky privat i cili mbahet me lekë të shtetit. Pra PPP dhe koncesionet, kjo është shteti ju merr nëpërmjet taksave qytetar me dhunë, jo merr nëpërmjet taksave me dhunë dhe ju jep biznes 2-3 bizneseve private. Ju e keni parë, e keni bëj si televizion, i keni kurtuar shumë vëmendje tunelit Llogaras. Tuneli Llogaras, po pa diskutim. Tuneli Llogaras është një nga veprat infrastrukturore i cili nuk ka një kontribut shumë të madh në ekonominë e vetë gjithë. Po plasja e opozitës filloi që ke fakti që si projekt vetvete nuk bën të sens. Po s'bën të sens, sepse tjetër rruga kombit, që është rrugë ndërkombëtare lidh shtete dhe sistemi ekonomisë që sjell buxhetin e shtetit është shumë i madh, dhe tjetër një tunel i cili është bërë jo vetëm për t'i jarë ndim një grupi të caktuar interesit, por për t'i jarë ndim edhe këtij grupi të caktuar interesi, por edhe krimit organizuar. Pse? Se parat që ka futur nëpërmjet trafikut drogës që janë bërë ato fshatrat e mëdhej turistik që shihni ju që s'kan asnjë lloj rikthim pas të ardhurave të ekonomisë, është për t'u rritur vlerën, për të pasuar parat e krimit aty. Pra një vepër infrastrukturore, jo vetëm që këta e kanë bastarduar totalisht, por ja kanë sjell sistemin ekonomik, pra modelin ekonomik e kanë përqendruar në shoqëri për të jarë ndihmë një grupi të caktuar individësh,
dhe për të pastruar paratë e krimit organizuar për të rritë vlerën në treg. Imagjinoj se si kemi përfunduar. Edhe xhepi. Dhe pa diskutim. Me atë rritjen 50 milion që flitet 90 milion, po. Prandaj është ura që mungon. Prandaj nuk po merrem me 2-3 individ, po merrem me atë sistem që këtu është shumë, këtu ka rënë kjo qeveri. Thjesht ka rënë kjo qeveri dhe Partia Demokratike ka si detyrë, pikëparë është detyra e saj e Partisë Demokratike, sepse kanë zgjedhur qytetarë shqiptar për t'ia dhënë këtë rol. Nuk e kanë fitu vetë, në kuptimin, nuk e kanë marrë, nuk e kanë rrëmbyer, se fitu e kanë, por nuk e kanë rrëmbyer këtë rol në shoqëri, nuk ja kanë rrëmbyer askujt. E kanë deleguar qytetarë shqiptar, po kanë marrë 550.000 vota. Këto në kuvent janë 50.000 vota në kuvent. 500.000 shqiptar tjerë presin nga këta. Deleguar në kuvent janë 50.000 vota. 500.000 shqiptar presin nga këta. Dhe këta 500.000 shqiptar janë Partia Demokratike forca më e madhe opozitare, të cilët nuk është bën dot. Me çfarë do lloj propagande, me gjitha makinacionet nuk është bën dot. Problemi që ndron tani si do ta ndërtojmë retorikën. Dhe mbi gjitha intelektualët, shoqëria gri që e pretendojnë, edhe ata që kanë hikur nga Partia Demokratike, që tashmë Partia Demokratike është kjo, ju pëlqen, s'ju pëlqen, me gjitha të mira dhe të këqija që ka, do të bëjnë një pyetje. Pyetjen që e bën çdo lloj qytetari. Tani ja vlen. Pra ti është momenti për konsensus opozitar? Po pa diskutim, opozita, dalja në rrugë e opozitës për të krijuar një foltore është jo vetëm konsensusi, jo vetëm krijimi i kushtet gjitha zërave kundër kësaj, por edhe krijimi i aleancave. Sepse Partia Demokratike, duke mos bërë aleanca, nuk do shkojë më shumë se sa hija kryetarit saj. Pikërisht në raport me aleancat, me grupet e interesit, me gjithë ata njerëz që duan t'i bashkohen korit për të arzuar këtë qeveri dhe nuk janë pak për hir të vërtetës, duhet t'i bashkohen dhe kjo është lëvizja më e madhe që krijon për të ardhur si alternativë, jo për të ardhur si grup paramilitar për t'ju lëshuar kryeministrisë e gjëra se nuk ta pranon askush këtë. Gjithmonë nëse do krijohet, se e shoh në rrjetet sociale, e shoh edhe kam si thirrje njerëzore pikëpari, nuk ta pranon kush dhe nuk rrezohet ai me dhunave këto. Nuk rrezohet sepse se garanton më shumë dhunë. Po keni gjeopolitik, po gjithmonë mes dhunës ata do zgjedhin mafiozin do zgjedhin. Se ke klimën gjeopolitike të tillë, ke luftrat, ke problemet që po krijohen, ke Serbinë, ke Kosovë, raporti Serbi-Kosovë, pra ka shumë fronte që mund të krijojnë dhe mund të përfitojnë nga ky destabilizim që krijohet. Dhe ndoshta mund ta nxisin edhe me qëllim destabilizimi. Partia Demokratike do të pranohet nga qytetarët, do të pranohet nga ndërkombëtarët kur vjen vetëm si një alternativë e konsoliduar, raport duke denoncuar dhe duke propozuar alternativë për këtë keqëqeverisje që po bën, që në fundit i ka shkatru jetën, nuk e ka varfëru, po ju ka shkatru jetën qytetarëve shqiptar. Hidhni një sy, hidhni kudo, hidhni syrin ty, hidhni te mjekësia, hidhni te arsimi, hidhni kudo që prekin jetën tonë, ku prekim interesat dhe jetës tonë. Tashmë unë dhe për shku të shtëpia më do të paguaj, domethënë se më kanë vu tra ne, traktek, 3 tra do kali, do ma vjen dhe një tjetër për shku të shtëpia atje në Rrëshën. 3 tra do të paguaj unë në një rrugë, cilat në fundit është bërë nga buxheti i shtetit. Pse do ta vështërsojnë jetën gjithë këtyre? Dhe mbi gjitha po godasin vetëm zonën më të varfër, zonën që ka më pak popullsi. Dhe që është kundra këtyre. Këto jo vetëm që kanë ndërtuar një ekonomi, realisht për hir të vërtetës e lidhur me krimin dhe me grupin caktuar, por kanë ndërtuar edhe një ekonomi e bazuar mbi provincializmin. Prandaj ka nevojë çlirohet. Qytetarët shqiptar nga veriu në jug janë gjithë njësoj. Flukset ekonomike, aty ku zhvillohet shoqëria, ka mundësi të zhvillohet shoqëria, shteti pa diskutim duhet të hedhë para, duhet të investohet, por duke e shpjeguar sepse po i hedh ato para. Do s'ka asgjë, se këtu s'vin ministrat kanë ikur. Çfarë do bëjë Partia Demokratike? Në fuqinë e një diktati të jashtëzakonshëm kartoneve si do veproj? Komisione hetimore jo. Në komisione fusin personazh qesharak dhe të prishin dhe komisionet. Në sallën e kuvendit, momentin që artikulohet një deputet i opozitës, del prap një personazh qesharak që s'njeh fas numrat, s'njeh fas matematikë, nuk ka bën as klasën e parë. Domethënë dhe bastardon totalisht. Pjesë strategjisë ajo. Bastardon totalisht. Si mund t'i dalë tani? Atëherë ka ngelur që Agoria, alternativa, sqarimi le të bëhet para qytetarëve dhe mbi gjitha dhe e fundit që është më shumë e rëndësishme, ti imponohet agjendës mediatike. Ti imponohet agjendës mediatike duke i prodhuar jo vetëm lajm, po duke i prodhuar edhe arsye se pse duhet transmetohet e pa censuruar alternativa opozitës, se gjitha këndvështrimet censurohet. Në qoftë të kapësh një element, një frazë e cila ka konstrukt, ka
ka mendim, ato kapin personazhin, një personazh se ka nga ferrat e Firit dhe e kanë plasë në foltore Shkuvendit. Është pjesë e strategjisë tyre, është pjesë e përdorimit edhe të mediatik. Prandaj Kënguli që ta fusë në parlament, hoqi grunë në ujë që kishte mandatin. Sigurisht, jo automatik. Shiko, u tha me drejtu, jemi në fund që të them. Le të themi objektivi kryesor i kësaj proteste është pikërisht dhënia e mundësisë së shprehjes edhe të zërit qytetar, por edhe të deputetëve të opozitës, të cilëve për hir të vërtetës unë thash që në fillim u është heqë mundësia e ngritjes së problematikave dhe shqetësimeve të tyre në parlament. Mjafton të kujtojmë rastin, u tha këtu me drejt, mungesa e plotë konsensusit, madje kundërshtimi me forcën e kartonit të ngritjes komisioneve hetimore, interpelancave parlamentare, mocioneve me debat, e tjerë. Por edhe mundësisë për diskutim, dhe si janë vëmendjen tuaj këtu seancën parafund kur diskutu ligji për barazinë gjinore, ku në një moment caktuar kjo mazhorancë me forcën e kartonit vendosi që nuk do të ketë diskutime për këtë ligj, për një prej ligjeve me interesin më të madh publik. Për një prej ligjeve ku sigurisht prekej direkt interesi i shoqërisë shqiptare dhe i çdo familje shqiptare. Por pikërisht sepse e dinin që publikisht kishte një kundërshtim dhe ndjeshmëri jashtëzakonisht të madhe për mënyrën se si po formulohej ky ligj, ato vendosen që t'i heqin drejtën opozitës për ngrit shqetësimet madhore të tyre që tek e fundin ishin shqetësimet e qytetarëve shqiptar. Dhe në këtë kontekst e mora si shembull këtë për të treguar se si tani më kanë heqë edhe drejtën e zhvillimit normal të seancave parlamentare. Nuk mbetet rrugë tjetër për opozitën përveç se shkuarja tek qytetarët shqiptar, diskutimi me ta, diskutimi madje duke pranuar edhe të metat tona, por që nuk janë shkak pastaj për të heq fokusin ton tek lufta ndaj një qeverie të zhytur në krimen korrupsion, në trafik droge dhe në luftë krejtësisht pa drejt dhe të paqen edhe ndaj opozitës shqiptare. Mbetet për të parë çfarë do ndodhi sot në 18 miq të dashur dhe sigurisht mund të rikthehemi nesër për ta diskutuar. Faleminderit Spahia, faleminderit Dedaj. Ne do kalojmë në shkëputje publicitare, rikthehemi më njëherë pas pak.